Shiko, dua një duar trokitje të fort për ato që ishin këtu se janë shumë emocione. Unë sot dua të sjell midis jush një legjend të letërsisë shqiptare, Atë Gjergj Fishtën. Dhe ky monolog që unë do interpretoj shkon për gjithë politikanët dhe të gjithë patronazhistët që janë këtu me ne. Ju rrugaqa, salahana, vagabonda, shaklabana, mërrishnat nyt, mikrob qi, që të mjerës moj Shqipni, thellë i keni hinë mushkni. E pa dhimt, gjakun të japi. Po dërkur bre bataqi, bre coftinat kalp mbi dhe, dërkur ju, të utollë në për ne. A doni ta qelp një pisa dhe? Ah, bre ju e dishka ju kjoft, se tash ma jemi të ju njoft, se kush jini e se shka jini, se ka shkoni e se ka vini e sa pare u boni ju gjallë. Se për ju, po duhet laku për me u vjerë kundo i shpak. Derdje pak mish mbi shtat, me i gjysëm sepret pa start, lë shumë krave, kalavar, me i kom qnit me në ngryke pantalonat me gjyslyk. Ani kush pra me i prikombit? Kush me i prikombit? Ju do pyta, bita omit, që shqiptar vetit i thoni, jo pse ju Shqipnin e doni, jo pse ju na i sen kuptoni shka është liria e paresia, qeveria e qytetnia, po se ende gjermë sot, një Tiranë se gjeni dot në kam cilit ju më ushtrue. E unë ma tash jo mrejgj me jue, e ja u njof shpirtin gjermë palc, plehi nyt, me u partu në shkallc, e me ju qiti jashta Shqipnijet. Pra mallkue nga i birë shqiptari, që të tokë të Perëndis, trashgim që na i laj pari, trashgim si alena i fëmis. E ju thaftë mërë po goja, kush e përbuz këtë gjuhinore, e tokën tonë kur s'është nevoja, shet e kombin len mazdore. Shumë faleminderit. Përshëndetje të gjithëve dhe ju kërkoj një pjesë për emocione. Quhem Magdano, do të përgëzoj pa përjashtim gjithë ju që sa vini e bëni më shumë edhe pse dita e 13 e protestës. Veçanërisht prezantoj këto prindër të mrekullueshëm që kanë marrë guximin dhe kanë sjellë edhe fëmijët e vegjël në tokë. Sepse për fat të keq tonë, 35 vjet pas komunizmit, që vetëm forma dhe fytyra kanë ndryshuar, po jo përmbajtja, i kanë sjellë në vendin tonë vetëm disfata të mëdha, kur për arsye që s'dua të marr shumë kohë, nuk mund ta lej pa përmend eksodin e 92-shit, luftën civile të 97-s, Gërdecin, 21 janarin dhe përcjelljen konstante në çdo lloj forme të rinisë shqiptare në trojet e huaja. Një prej tyre jam edhe unë. Pasi mbarova studimet e larta në 2017, vendosa të hiqi përfundimisht nga Shqipëria, jo sepse nuk e desha vendin tim, po sepse 27 vite pas lindjes, kjo klasë politike, pasi me kishte vrarë të shkuarën dhe të tashmen asaj kohe, po siguroi që të vriste edhe të ardhmen. Jetova në Londër ilegalisht për 8.5 vite, e thënë ndryshe 8 ditëlindje larg njerëzve të zemrës. Për arsye të aplikimit për dokumenta, u detyrova u ktheva në Shqipëri. Ç'të shija, ndërtime pafund që shërbenin si fasada, por me 1 milion shqiptar të larguar. Një muaj më vonë e mora të drejtën për të kthyer në Angli, i thash vetes, ky vend ka mbaruar, po iki. Por jemi këtu sot në protestën e 13 rresht. Shqipëria nuk ka vdekur, shqiptarët e vërtet janë gjallë, akoma. Po për sa kohë? U bëj thirrje diasporës, kudo që ndodhet, atyre që kanë mundësi udhtimi, eja në Shqipëri në vërtet. Eja të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të rrezojmë këtë sistem, që po na vret
dhe të ardhmen e fëmijëve, nipëve e mbesave tona. Tek e fundit, ne nuk humbim asgjë. Me një bilet kthehemi tek ai vend që ne i hapi dyert atëherë kur vendi jon nuk na don. Kam dhe disa thirrje për të bërë. I bëj thirrje avokatit popullit Endri Shabani. Ku je? Populli yt është në halt madh. E 20 tradhtim nga Londra, erdhëm të takuam, të tërja premtime na dhe. Edi Rama, tradhtar kombi, Sali Berisha, non-gratist 24 orësh që statusin e non-gratistit ta jep Amerika dhe ta heqë Edi Rama. Ju ka ardhur fundi të bashkohemi, kur t'i bashkohem Metës dhe Elias, t'i tregoni kush e hodhi poshtë këtë sistem. Çunat e goca shqiptar që i quajtut zdromsa. Last but not least, Europe, Albania is calling. Answer, this is not about birds anymore, but snakes, and we are here to take down Medusa's head. Do you really want us to join EU? Because we'd really love to. In the end, we are one of the oldest civilizations in Europe, and yet left alone right in the middle of Europe. Look around. Albanians are not the problem. Their corrupted government is. Been taking us hostage for the past 36 years while selling you. Yes, you, European Union, dream full of lies in return for some grants given from you to support investment to uplift us. Let me reveal you a secret. That money is gone, and so the money of us, taxpayers, is too. But we honest and hard-working Albanians, we know exactly where the money is, in the politicians' pockets, and we are here to claim every single penny, and yours too. America, we love you. We are not here to say no to foreign investments, but we got our terms. Mother Nature can't die, must not die. Long live Albanians and Albania. Much. Motra, vlezër, shqiptar! Sheshi plot, zemra plot, sheshi plot, zemra plot, sheshi plot, zemra plot, sheshi plot, zemra plot. Sot, ai që prej 13 vitësh ka radhit fatet tona dhe gjithë shqiptarëve, u përpoq nga përçante neve me mitim tjetër atje, por ne dalim tu dhe për ata patronazhistët atje, ne dalim tu edhe për ata punëtorët të administratës, ne dalim tu edhe për fëmijët e tyre. Kushto që nga 90-ta deri sot që ka 10-100 lekë du të shojnë burg, çdo qeveritar. Kushto që nga 90-ta deri sot që ka shkel ligje du të shojnë burg. Po jo burgja ime besyje që pam sot në Facebook. Edhe diçka tjetër. Arsyeja pse ata nuk do e mundin dot këtë protestë është shumë e thjeshtë. Sepse ju jeni gjithë bukur, ai e urren bukurën. Ju jeni të gjithë të ri, ai e urren në rinin, prandaj ka ikë rinia. Ju keni gjithë dinjitet, po ai e urren dinjitetin. Dhe ç'është më e rëndësishmja? Ne të gjithë e duan vërtetën dhe ai e urren vërtetën.
Prandaj duke falenderuar, duke thënë gjithë kush ka mundësi nesër në orën 10 shkojmë në Rrioll. Unë do i jepja një urim kësaj qeverie, sidomos kryeministri. Ato që i ke bërë shqiptarëve, ta bëft karma 10 fish. Unë ju përshëndes duke menduar që jam në kuvendin më të çifër dhe më pozitiv shqiptarëve, në kuvendin e zgjimit shqiptarëve, që vran frikën mbas kaq vitesh që është hapi i parë drejt fitore për dinjitetin. Unë mendoj se ja kemi detyrë bosh dhe oblikim vetes, familjes, atdheut, historisë dhe gjithë popullit tonë, që këto moment historik të mos e lëmë të mbas, ta kuptoni ju së pari që keni organizues, që ju keni fituar shumë, po mos u dorëzoni se fitoren e keni hapur. Fitoren përfundimtare keni hapur. Rama jepe dorëçen. Rama nuk është më pjesë procesi zgjidhjes, po ai është problemi zgjidhjes. Ai dhe qeveria e tij, ai dhe establishmenti i cili ka shtrirë thetrat në fatet e shqiptarëve me një pegmarrje të pashëmbull në Europë, duke mohuar shqiptarëve drejt të përjetuar në vendin e tyre. Unë mendoj që ne duhet të ndalim vrullin e parë vetëm kur të kemi një Shqipëri të lirë, të siguruar nga ana ligjore, një shtet të së drejtës, ku shanset jetë barabarta dhe ku fati njeriu mos varet nga vullneti politik, por nga meritokracia e tij. Unë mendoj se jemi afër. Ju lutem me gjithë shpirt qëndroni bashkë me njëri tjetrin. Vetëm tek solidariteti i mirë ndaj keqes është çelësi fitores. Të gjithë po një dhe një për gjithë. Dhe protest kundër çdo patëcie ku do të ndodhet ajo. Ju përgjapoj gjithë. Përshëndetje qytetaria e Shqipërisë. Përshëndetje rinia. 35 vjet më parë, u kam qenë në këtë shesh dhe se bëra tot atë që do të bëni ju sot. Na kanë vjedhur atdheut, na kanë vjedhur kohën. Kemi ardhur këtu t'i marrim mbrapsht. Do të jetojmë të lirë, ose do të vdesim duke luftuar. Rënë Shqipëria!